Fondi Social garanton akses gjithëpërfshirës, cilësi dhe qëndrueshmëri. Djali im ka çrregullimin e spektrit autik. Shenjat e para ja kam dalluar në moshën 3 vjeçare. Vendosa që të drejtosha te bashkia sepse jetoj në Kamës, edhe më thanë që kemi shërbimin e lëvizjes në shtëpi. Unë jam shumë e kënaqur sepse që nga fillimi i terapisë, ka 10 muaj, çuni im ka filluar që të ketë atë ndryshimin, përmirësimin, ka filluar që është shtruar. Çdo familje ose çdo prind që mund të ketë këtë problem, pse mos e provoj ose pse mos veproj kështu. Unë jam shumë e bekuar me fëmin tim edhe me shërbimin që më bëhet. Qendra multifunksionale të Vorrës nuk kam ardhur që në momentin që është hapur, kam qenë një ndër të parët dhe gjithashtu kam qenë një shtys e shoqërisë time për të ardhur këtu për të bërë një aktivitet së bashku dhe ndryshe nga jeta e përditshme monotone. Kjo për ne ka qenë shumë motivuese për arsye sepse Bashkia e Vorrës nuk ka pasur kurrë diçka të tillë dhe na ka bërë që ne të aktivizohemi në shumë gjëra. Ka kompjutra funksional që na ndihmojnë për pjesën e mësimeve, projekteve. Kjo qendër është një hapësirë ndryshe për ne të rinj, të cilët na bën që të socializohemi më shumë me njëri tjetrin, duke bashkëvepruar më shumë me njëri tjetrin dhe pse duke kaluar kohë sa më shumë me shoqërinë tonë të përbashkët. Pas ikjes bashkëshortit, i ka marrë gocat në telefon dhe më kanë ardhur, më janë gjindur. Më kanë dalë krah, kur i thonë, më kanë mbajtur që mos të mërzitem. Në fillim e kemi pasur tej masë të vështirë sepse mungonin rrugët. Erdhi dhe automjeti që ne kemi kërkuar për transporti për nevoja specifike, siç janë nevojat shëndetësore apo nevojat për fizioterapi. Për ne është diçka shumë jetike dhe jam shumë falendërues. Shërbimi i strehimit emergjent të sigurt është një shërbim i cili ka filluar funksionimin e tij që prej vitit 2011. Shërbimi i strehimit emergjent të sigurt ofron mbështetje, akomodim të sigurt, mbështetje me psikosociale, kujdes shëndetësor, referim pranë strukturave përkatëse për një sër kategorish të fëmijëve, të cilët janë të identifikuar në rrezik të lartë dhe të menjëhershëm. Këtu përfshin fëmijët e identifikuar në situatë rruge, fëmijët viktima të mundshme dhe viktima të trafikimit, fëmijët viktima të abuzimit seksual, fëmijë pa përkujdes prindëror, të mitur të huaj të pashoqëruar, nëna me fëmijë të cilët kanë qenë viktima të dhunës në familje dhe kategori të tjera të cilat nga strukturat e mbrojtjes së fëmijëve identifikohen. Të dashur dhe ka qenë vërtet një bekim për familjen tonë për shkak se kemi marrë pjesë në këtë program. Më lejoni që pa filluar pas kësaj video të them që në fakt shërbimet sociale dukshëm përmirësojnë jetën e çdo kujt që ka nevojë për to. Nderuar zoti kryeministër, nderuar ministra, nderuar ambasador, të nderuar të pranishëm. Reforma e shërbimeve sociale është një
nga proceset e qarta, ku mund të shihet qartë se si një shtet evoluon, zhvillon politikat e tija sociale dhe mbi të gjitha i ka të qëndrueshme të shtrira ndër vite, por me synimin kryesor për mirëqenien e qytetarëve të tij. Para disa vitesh, sistemi i shërbimeve sociale, dhe jo shumë larg, numëronte, mund të them, jo pak shërbime të cilat ofroheshin nga organizatat jo fitimprorëse, nga donacionet, nga projektet, nga partnerët, dhe të gjitha këto sigurisht që nuk ishin të qëndrueshme. Ato aty ku ngriheshin, aty dhe mbylleshin. Dhe kjo do të thotë që shërbimet sociale, të cilat duhet jenë të vazhdueshme dhe duhet jenë aty në terren, kanë nevojë për dorën e shtetit. Dhe sigurisht, fondi social është një nga mundësitë. Ndryshimi për këto shërbime sociale nuk është vetëm numerik, por është strukturor, është një forcim i rolit të shtetit dhe i bashkive për të garantuar shërbime si një përgjegjësi publike tashmë, duke ruajtur fort partneritetin me të gjithë aktorët dhe faktorët dhe kryesisht me organizatat e shoqërisë civile. Sot kemi një hartë digjitale të shërbimeve sociale, nga e cila ne mund të analizojmë dhe të vlerësojmë në mënyrë transparente dhe sipas nevojës ngritjen e shërbimeve sociale territoriale. Bashkitë sot nuk janë thjesht zbatuese, bashkitë janë planifikuese dhe financuese të shërbimeve sociale. Ato kryejnë vlerësimin e nevojave në territor, hartojnë plane sociale vendore. Dhe në fakt, jo shumë larg, në 2013 0 bashki kishin plane sociale vendore. Sot, 61 bashkitë e vendit kanë plane sociale vendore të përsëritura ndër vite, gjë që do të thotë që ajo çka planifikohet dhe ka një vizion një bashki, realizohet, implementohet dhe bëhet realitet. Në fakt, më lejoni që të them që kemi edhe një risi. Ajo që më pëlqen të them është që më në fund qarqet kanë marrë përgjegjësitë e veta dhe kemi planin rajonal social të parë të qarkut të Tiranës. Kjo është një përgjegjësi publike e cila të bën të mendosh që vërtet politikat sociale sot janë më të zhvilluara dhe janë më prezente në territorin e Shqipërisë. Ne nuk po ndërtojmë thjesht politika sociale, por po ndërtojmë standarde europiane të dinjitetit njerëzor dhe të mirëqenies sociale, për të qenë më pranë familjes, më pranë jetës reale. Dhe ajo çka unë dua të them është që sot arkitektura e shërbimeve sociale ka ndjerë një zhvillim të qëndrueshëm, nga njësitë e vlerësimit të nevojave në terren, nga njësitë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, nga planifikimet për ndryshimet e transformimet e institucioneve të përkujdesit shoqëror në qendra komunitare, nga kuadri i përmirësuar ligjor, por mbi të gjitha i ri mbi shërbimet alternative të përkujdesit sociale, tregojnë qartë se vëmendja e shtetit tashmë është e shtuar në të gjithë rrethin e politikave sociale. Në këtë prizëm, sot, në këtë konferencë, në fakt tepër të rëndësishme për ne, për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, unë doja që të ftoja këtu Ministrën e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për fjalën e saj përshëndetëse. I nderuar Kryeministër, Shkëlqësi ambasador, të nderuar kryetar të bashkive përfituese, zonja dhe zotrinj. Më lejoni të nis fjalën time aty ku fillon dhe materiali i transmetuar. Përtej shifrave e pas çdo shërbimi social ka një histori njerëzore. Ka fëmijë që gjen mbrojtje dhe kujdes, gra dhe vajza që rimarrin forcë dhe familje që nuk ndihen vetëm. Dorela, Dilaveri, Emineja, Dovleti, prindet kujdestar Ariana e Tomi, janë të gjithë dëshmi të fuqisë transformuese të fondit social dhe partneritetit tonë. Dhe ata nuk janë vetëm, janë rreth 46.000 gra, fëmijë, të moshuar pa përkujdesje, persona të aftë ndryshe që kanë përfituar nga shërbimet sociale të financuar përmjet fondit social. Më lejoni t'u prezantoj disa shifra që provojnë këtë ndryshim. Në vitin 2019, në piknisje, ofronin vetëm 14 shërbime në 14 bashki, pothuajse të gjitha të përqendruara në qytetet e mëdha. Sot, në vitin 2026,
ofrojmë 98 shërbime sociale në të gjitha bashkitë e vendit dhe buxheti dedikuar është 6.5 herë më i lartë. Ky është një ndryshim konkret. Kjo është politikë që matet me rezultate. Për herë të parë në historinë e saj, Shqipëria arrin të ofrojë mbështetje qelizore në teren, me të paktën një shërbim kudo. Nga kryeqyteti e deri te bashkitë e saj më të vogla. Megjithatë, sot nuk jemi thjesht këtu për të vlerësuar arritjet e një pune 7 vjeçare, por për të hapur me vendosmëri një kapitull të ri. Edhe më ambicioz, në shërbim të komuniteteve dhe qytetarëve që kanë më shumë nevojë për mbështetje, duke mos lënë pas askënd. Gjatë vitit 2026, Fondi Social do të financojë 14 shërbime të reja për fëmijët dhe nënat në nevojë, për fëmijë dhe të rritur me aftësi ndryshe, për të moshuarit, për gra dhe vajza viktima të dhunës, si dhe për fëmijë pa kujdes prindror. Këto shërbime janë ngritur në partneritet të plot me pushtetin vendor dhe lidhen drejt për drejt me rolin dhe përgjegjësinë e bashkive për të vijuar financimin dhe ofrimin e tyre në kohë. 12 shërbime të reja do të ofrohen në bashkitë Durrës, Prenjas, Kurbin, Skrapar, Himar, Kavaj, Vor, Korç, Mat, Patos, Cërik, Kamës, si dhe 2 shërbime të reja emergjence dhe linjë këshillimi për fëmijë do të ngrihen në nivel qarku. Dua të falenderoj kryetarët e bashkive për të gjithë punën e përbashkët, si dhe për përgjegjësinë e madhe që ata marrin përsipër. Së bashku, po hapim dritare të reja mundësish dhe mbështetje për qytetarët aty ku kanë nevojë më shumë. Megjithatë, këto dritare nuk do të ekzistonin pa koalicionin e fuqishëm që kemi krijuar. Fondi Social ka meritën e jashtëzakonshme të bërit bashk të gjithë aktorët përreth një qëllimi të vetëm, qeverinë, ministrinë, partnerët ndërkombëtar, njësitë e pushtetit vendor dhe punojësit e shërbimit social. Pikrisht, kjo aleancë ka siguruar qëndrueshmërinë e Fondit Social në vite, duke garantuar që shërbimet jo vetëm të zgjerohen, por asnjëherë të mos shkurtohen apo të transferohen nga një komunitet përfitues në një tjetër. Për këtë arsye, më lejoni të fundoj fjalën duke shprehur mirënjohje gjatë të gjithë bashkëautorëve e lojtarëve në këtë histori suksesi. Falenderoj qeverinë shqiptare dhe veçanërisht kryeministrin Rama për vendosjen e programit të përkujdesjes sociale në krye të agjendës së prioriteteve kombëtare. Rritja me 17% e buxhetit të Fondit Social dhe paketa historike prej 300 milion eurosh e vendosur në dispozicion të programeve të përkujdesjes sociale në vitin 2026 është një provë e pakundërshtueshme e avancimit jo vetëm në kapacitete, por dhe në ambicjen për të qëndruar pranë qytetarit që ka nevojë për këtë mbështetje. Falenderoj ambasadorin Gonzato dhe delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri. Europa paraqet një forcë të jashtëzakonshme dhe një model tërheqës, sepse ka kthyer solidaritetin në një parim shtetformues dhe në një udhëhyes themelor për të gjitha politikat e saj. Si shqiptar, solidariteti është një vlerë ku ne gjejmë veten dhe që na përket fuqimisht. Falenderoj UNICEF-in për asistentën shumë të vyer, pjesë e një bashkëpunimi të gjatë dhe të fuqishëm ndër vite, si dhe partneritetet tjerë ndërkombëtar dhe OIF-s në teren. Të gjithë luajnë një rol thelbësor në vizionin ton për një Shqipëri të mirëqenë. Bashkitë, padyshim, janë gjithashtu partner të pazëvendësueshëm në këtë rrugtim. Së fundmi, por absolutisht jo nga rëndësia, të gjithë profesionistët, djemt dhe vajzat që punojnë çdo ditë me përkushtim, kudo ku është nevoja, duke ofruar shërbime për komunitetin. Ju falenderit. Faleminderit ministre, faleminderit për vëmendjen e shtuar të gjitha çështjet sociale të cilat po i çojmë përpara së bashku dhe në prioritetet e agjendës tonë. Dhe tani më lejoni që të ftoj shkëlqësinë e tij, zotin Silvio Gonzato, ambasador i delegacionit të Bashkimit Evropian, për fjalën e tij përshëndetëse.
thought we were having some special effects with the lights dimmed and me sort of, you know. I never understood why in Albanian protocol the most high-ranking person speaks last, because it means that he has to listen to all the speeches that come before him. So, apologies for inflicting do të kenë radhën më on you, përpara, kështu dear që Prime ju Minister. kërkoj ndjes kryeministër që do të keni pikërisht këtë rast për të na dëgjuar të gjithëve. E dashur ministre Sala, i dashur ministri Demo, e nderuar zëvendës ministre Seferi, i dashur Shahim, pra të gjithëve përfaqësuesve. Mirëmëngjesi, dhe në rast se do të duhet të përmbledhja me një fjali të vetë me aktivitetin e ditës së sotme, do të thosha që mirëqenia sociale është vetë forca e një kombi. Dhe kjo është një çështje e cila ka qenë në thelb të Bashkimit Evropian që prej fillimit. Prandaj, për traktatin e Bashkimit Evropian, një nga nenet kryesore thuhet që për sa i përket përpilimit dhe zbatimit të politikave dhe aktiviteteve, Bashkimi Evropian do të marrë parasysh promovimin e një niveli të lartë të mbrojtjes sociale, luftës kundër përjashtimit social, si dhe një nivel të lartë të arsimit, trajnimit dhe mbrojtjes së shëndetit publik. Pra, ne i kemi promovuar këto parime edhe në arenën ndërkombëtare, shpesh në partneritet me Kombet e Bashkuara. Prandaj nuk është rastësi që ky aktivitet e ditës së sotme ndodh në bashkëpunim jo vetëm me Ministrinë e Shëndetësisë dhe të Mbrojtjes Sociale, por edhe me UNICEF-in. Por, në rast se arena ndërkombëtare është vërtet e rëndësishme për avokacinë dhe promovimin e këtyre çështje, niveli vendor është i rëndësishëm për zbatimin e tyre. Prandaj është kënaqësi që shoh kaq shumë kryetar bashkish, përfaqësues të bashkive, sepse udhëheqja në nivel vendor është shumë e rëndësishëm për të patur mbrojtje sociale që të jetë efektive dhe gjithëpërfshirëse, sepse në fund të fundit jeni ju ata që qëndroni më pranë qytetarëve dhe i kuptoni nevojat e tyre. Prandaj prania juaj këtu është një rëndësie të skajshme. Bashkimi Evropian ka një traditë të gjatë dhe jemi krenar për investimin në kapitalin njerëzor, sigurisht orientuar nga parimi i OKB-s që askush të mos mbetet pas. Dhe Fondi Social Evropian është aq i vjetër në moshë sa vetë BE-ja dhe në fakt tregon, edhe unë kam punuar për të dhe tregon se çfarë moshe kam edhe unë. Në thelb të tij do të thotë që europianët, miliona europian të gjejnë punë, të ritrajnohen, të hyrë sërish në tregun e punës dhe në fakt është përqendruar tek ata që janë më shumë në rrezik për të qenë të përjashtuar në shoqëri. Më pas krizës së euros ne e buzuam këtë pjesë me vendosmëri me shtyllën evropiane të drejtave sociale, me 3 objektiva kryesor, pra mundësi të barabarta, mundësi për kushte pune, por edhe mbrojtje sociale. Dhe në fakt kërkuam që të kemi edhe objektiva të qartë dhe arritjen e tyre deri në vitin 2030, me më shumë punësim, me të mësuarit gjatë gjithë jetës, por edhe një ulje domethënëse dhe sa i përket varfërisë dhe përjashtimit social. Unë besoj që këto përparësi ka gjetur jehon fuqimisht edhe këtu në Shqipëri, sepse strategjia kombëtare për mbrojtjen sociale e Shqipërisë, që mbulon vitet 2024-2030, ka për synim që të trajtojë varfërinë dhe cënueshmërinë në mënyrë sistematike, por edhe konkrete, sepse kjo është ideja e strategjive, jo thjesht pra fjalë, por edhe zbatimi i tyre. Tashmë Fondi Social i Shqipërisë, që ka 7 vite që funksionon, ka gjetur dhe ka financuar më shumë se 70 shërbime dhe projekte. Bashkimi Evropian ka qenë partner i Fondit Social gjatë gjithë rrugtimit të tij. Dhe pa u përqendruar shumë tek shifrat, më lejoni të theksoj një fakt, që mbështetja e Bashkimit Evropian për mbrojtjen sociale në Shqipëri është nga më të lartat në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Ne po investojmë më shumë se 100 milion euro me anën e projekteve BE-ja për gjithëpërfshirjen sociale dhe BE-ja për punësimin dhe gjithëpërfshirjen sociale. Gjithashtu, këto plotësohen gjymëtej edhe me anën e planit të rritjes të BE-s, me anë të cilës Shqipëria ka marrë 100 milion euro për të mbështetur zhvillimet e kapitalit njerëzor. Por shifrat, vetëm ato, pra shifrat nuk ndryshojnë jetë, është puna në terren, siç e pam edhe nga videoja që arrin këtë gjë. Pra, mbështetje sociale në nivel komunitar që ofrohet për shembull për një fëmijë 5 vjeçar në Corrik që
merr të gjitha shërbimet e duhura psikologjike, ose për një vajzë 18 vjeçare që merr fizioterapi, ndërkohë që një nën e 3 fëmijëve merr trajnimet e veta në mënyrë që të gjejë punën e dur, ndërkohë që fëmijët e saj janë pjesë e një programi passhkollor. Pra këto nuk janë thjesht shifra, këto janë jetë të ndryshuara dhe ne punojmë me nivelin vendor dhe qendror të qeverisë për të patur sisteme efektive, por edhe për të vënë në qendër të tyre qytetarët. Pra ne kemi mbështetur ministrinë për të krijuar standardet e duhura minimale të cilësisë dhe së bashku me UNICEF-in ne mbështesim edhe financim të qëndrueshëm për shërbimet e grupeve të cënueshme, duke ndihmuar kështu bashkitë për të patur shërbime sipas standardeve të BE-s. Gjithashtu, ne kemi mbështetur 41 bashki për të krijuar planet e tyre vendore sociale për të ndihmuar që të krijojnë më mirë pra përgjigje dhe reagimet e duhura për nevojat që ato kanë analizuar. Janë arritur pra ecuri të mira dhe është e rëndësishme që Shqipëria të vijojë me këtë ritëm që po ecëm drejt arsimit në BE, sepse reformat sjellin ndryshime dhe ndonjëherë personat pra individët mbeten viktima të këtyre ndryshimeve, ndërkohë që ne duhet t'i ndihmojmë që ata të ecën përpara me të njëjtin ritëm si me të gjithë. Pra, këto nevoja më të mëdha tregojnë që ka një nivel të madh politik për të ndryshuar ato, por duhet të ketë edhe financimin e duhur dhe burimet e duhura dhe të sigurohen ato. Më lejoni që tashmë t'ju ofroj disa rekomandime. Së pare, ne duhet vazhdojmë punën në saj të gjërave që tashmë ekzistojnë, që do thot kapitalizimi i investimeve në vijim të BE-s, që do thot që shërbimet të jenë më të qëndrueshme në kohë. Së dyti, në nivel qendror, është thelbësore që të fuqizohen më tej bashkitë në mënyrë që të ketë edhe më shumë shërbime sociale të ofruara, që kjo kërkon në vetvete bashkëpunim të ngushtë ndërmjet strukturave vendore dhe qendrore dhe mendojmë që reforma territoriale mund t'japi kontributën e vet. Së treti, në nivel vendor, duhen gjithashtu dhe partneritete të forta me OJQ-t. Këto partneritete tashmë po ofrojnë rezultate dhe do t'jenë kritike për qëndrueshmërinë afatgjatë të shërbimeve. Së katërti, në të gjitha nivelet, transparenca, llogaridhënia duhet të qëndrojnë në thelb të politikave, sepse ndërkohë që Shqipëria ecën dhe shkon më pranë Bashkimit Evropian, duhet ketë sisteme të drejta dhe transparente, e në veçanti duke patur parasysh edhe angazhimin e ardhshëm të Fondit Social Shqiptar me ato Evropian. Së pesti, duhet ketë një harmonizim të mëteshëm të legjislacionit shqiptar me atë të BE-s dhe me standardet e BE-s. Pra, duhet ketë një rishikim të ligjit për kujdesem sociale për të parë pikërisht se çfarë funksionon apo jo. Është edhe një mundësi për të fuqizuar mbledhjen e të dhënave si edhe politik bërse të bazuar tek faktet. Dhe ky do të jetë një moment shumë i rëndësishëm për negociatat për anëtarësim sipas kreut 19 të legjislacionit të Bashkimit Evropian. Shqipëria mund të frymëzohet nga debatet që ndodhin në BE, duke përfshirë për shembull strategjinë e parë të BE-s kundër varfërisë, që në fokus së cilës janë fëmijët dhe personat e moshuar. E në fund, po jo më pak nga rëndësia, për që duhet përqendrohemi tek zbatimi. Harmonizimi në legjislacionin e BE-s është i rëndësishëm, por nuk mjafton në vetvete pa zbatimin e legjislacionit. Pra duhet ketë zbatim efektiv që kërkon buxhete, kërkon burimet e duhura njerëzore, kërkon sisteme të forta të përkujdesjes. Në mbyllje, antarësimi në BE nuk është thjesht për kriteret ekonomike, po do të thotë të krijosh një shoqëri e cila është gjithëpërfshirëse, e drejtë dhe që di të bëjë ballë sfidave, një shoqëri në të cilën askush nuk mbetet pas. Dhe ne, Bashkimi Evropian, do të mbetemi një partner i angazhuar për të ndihmuar Shqipërinë në çdo hap tuaj. Faleminderit. Faleminderit ambasador, faleminderit për gjithë mbështetjen dhe rrugtimin që po bëjmë së bashku për të çuar përpara reformën e agjendave. Dhe me thënë të drejtën, në cilësinë e negociatorit e kemi ndjerë vërtet të gjitha asistencën teknike dhe të gjitha programet e mbështetjes në të gjitha çështjet sociale të cilat na kanë mundësuar, jo vetëm një kuadër të ri ligjor, por gjithashtu edhe disa nga rekomandimet më të vlefshme për të çuar përpara politikat tona sociale. Dhe tani më lejoni që t'i jap fjalën zotit Ervin Demo, Ministër Shteti për Pushtetin Vendor. Nderuar kryeministër, nderuar ministre, nderuar ambasador, kryetar bashkish, të cilët në fakt
Bashkia është pika ku shteti takohet çdo ditë me qytetarin. Dhe në fakt fjala ime këtu nuk është më shumë si ministër, por patjetër për të përcjell dhe atë çfarë kryetarët e bashkive trajtojnë nëpërmjet Fondit Social në territor. Unë besoj që me fillimin e mbështetjes bashkive nëpërmjet Fondit Social, patjetër ne krijuam ndandyshe edhe para. Dhe qartazi, ajo çfarë u konstatua, është fjala kyçe që ka të bëjë me qëndrueshmërinë. Shpeshherë për dekada dhe vite të tëra në Shqipëri, si rrjedhoi mbështetje sidomos të donatorëve, bashkitë arrinin që të krijonin kapacitete lokale për trajtuar çështje me rëndësi të veçantë, sidomos për qytetarët e tyre. Por sfidat financiare dhe aq më shumë mungesa e kapaciteteve i bënte bashkitë që mos garantonin qëndrueshmërinë e këtyre projekteve. Dhe në këndvështrimin e çdo kryetari bashkie, unë jam i bindur që një ndër elementet kryesorë të Fondit Social është pikërisht garantimi qëndrueshmërisë të gjitha shërbimeve lokale dhe gjitha i kapacitetit që i krijohet në nivel lokal, jo thjesht të vazhdojë, po të rritet nga viti në vit, dhe jo thjesht me ndihmën e Fondit Social, por bashkitë vetë me fuqizimin e tyre financiar, që qartazi tashmë evidentohet në territor, të vazhdojnë dhe ta mbështesin shërbimin social duke qenë prioritet i politikave lokale. Planet sociale kanë qenë një ndër pikat ku bashkitë janë vlerësuar me grantin e performancës. Dhe në fakt, për vitin 2026, ne do të vlerësojmë cilësinë e shërbimit që bashkitë ofrojnë në territor nëpërmjet planeve vendore sociale, për sa i përket përgjigjes që duhet japin kërkesave qytetar. Unë jam shumë i ndërgjegjshëm, edhe në rolin tim të mparshëm si kryetar bashkie, që sfidat që bashkitë kanë janë të shumta. Fondi social patjetër ka qenë aty, por mbështetja e qeverisë është po ashtu e qartë. Rritja me 17% e Fondit Social për 2026 është tregues i qartë që në territor ka nevoja dhe patjetër qeveria do të luajë rolin e saj. Por unë jam i bindur që edhe këtu prezenca e kryetarëve të bashkisë qartazi tregon motivimin e tyre dhe zotimin e tyre që shërbimi social dita ditës do të kthehet absolutisht dhe në një prioritet financiar për buxhetet lokale. Unë do doja të falenderoja ata mira punonjës social, të cilët dita ditës në nivel vendor përballen me kërkesat e qytetarëve, me sfidat të cilat janë jo të pakta, por unë jam i bindur që po ashtu dita ditës me partnerët tanë duke vënuar me delegacionin, me gjitha agjencitë e UN-it, unë jam i bindur dhe me rritin e Fondit Social në vetvete, patjetër bashkitë do të jenë shumë më të përgatitura për t'i dhënë përgjigje atyre të cilët janë sfidat dhe kërkesat që kanë qytetarët në territor. Faleminderit. Faleminderit ministër, dhe mendoj se tashmë çdo kryetar bashkie do të ketë Fondin Social Lokal në fund të këtij viti. Do të jetë efektiv, ai do të vazhdojë që të krijojë qëndrueshmërinë e gjithë këtyre shërbimeve të ngritura dhe do të ketë fondin dhe partneritetin e vet më së fundi me të gjithë kryetarët e bashkive, për të cilët i inkurajoj që të vijojnë me agjendën e tyre. Dhe tani më lejoni që të ftoj zotin Murat Shahin, përfaqësuesi i UNICEF në Shqipëri. Mirëmëngjes gjithëve. I don't want to be the person in between the Prime Minister and every one of you. Të nderuar kryeministër, zotë Sala, Mr. Dema, zotë Dema, zotë Silva, miq, kryebashkiak, profesues të shoqërisë civile dhe partnerëve, është nder që jam mes jush e kam për privilegj që të takohem me të gjithë që u shërbejnë fëmijëve përmes Fondit Social nga Kamsa, Tirana, Korça. Por një përvojë që më kam mbetur në mend është takimi një 8 vjeçare, i cili kishte vështirësinë të folur, ishte vajzë, edhe i ishim për vizitë në një qendër shumë funksionale në Vlorë. Atje kishim rastin e një vajze që vinte për vizitë në qendër 5 herë në javë. Edhe përpjekja ishte për të arritur që ajo të shfrytëzonte potencialin e saj. Dhe kjo kërkonte strategji. Po kemi një strategji 2026-2030 dhe që ka të bëjë me kujdesin të individëve të tillë që e bën në qendër të garancisë rinore të programit tonë. UNICEF në të tërë qarqet është në mbështetje
Kjo vlen për mbështetjen e bashkive edhe kryebashkiakëve, në ofrimin e shërbimeve për fëmijëve dhe kujdesin e tyre, me sisteme inovatore financime edhe përmes fondit social. Shqipëria është parëroj në garancinë për fëmijët që nga Turqia në mbar rajonin të tërë janë të interesuar për të vazhduar motën tonë mos lëm asnjë fëmijë pas, edhe të ofrojmë shërbime për fëmijët edhe për familjet e tyre. Javës së kaloi përgatitëm një takim me pjesëmarrës nga Italia dhe nga vende të tjera, sepse këto janë hapa që duhet t'i ndërmarrim, ndërkohë që Shqipëria vazhdon në rrugtimin e saj për anëtarësimin në BE për të mos lënë asnjë fëmijë mbrapa pas. Plotësimi i nevojave të fëmijëve dhe të familjeve të tyre duhet të marrë në konsiderat duke qenë se ka edhe kërkesat janë të shumta. Bashkimi Evropian, kryebashkiakët, Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, të tërë punojmë së bashku me qëllimet për të ofruar mbrojtjen e fëmijës dhe ofrimin e shërbimeve sociale. Ne po përgatisim Shqipëri që është më ripërtëritse, më e mirë lidhur dhe që mbron dhe që promovon mirëqenien e çdo fëmije. Faleminderit. Në fakt, faleminderit për gjithë mbështetjen tuaj, të stafit tuaj profesionist, por dhe gjithë organizatave të Kombeve të Bashkuara, si UNDP, UNWIMI, UNFPA, ILO dhe të gjithë programeve si Leave No One Behind, që ne jemi duke implementuar suksesshëm edhe në fazën e tretë të tyre dhe të ambasadës zviceriane, dhe të gjithë atyre që i kemi partner strategjik për të çuar përpara agjendën mbi politikat tona sociale. Dhe tani më lejoni që t'i jap fjalën shkëlqesit së tij zotit kryeministër të Shqipërisë, zoti Edi Rama. Përshëndetje të gjithëve. Është realisht një arsye e qëndësishme për të qenë krenar transformimi tërësor dhe rrënjësor i sistemit të mbështetjes dhe të shërbimeve sociale në Shqipëri në këtë dekadë fundit, ku përpjekja nisi në kushte të jetë të vështira, me një borxh të akumuluar prej 10 miliona eurosh ndaj personave me aftësi ndryshe dhe ndaj familjeve me ndihmë ekonomike. Ishte një borxh i madh në malin e borxheve të trashëguara që u desh adresuar me shumë përpjekje, me reforma dhe me masa këmbgulse, por paralelisht me shlyerjen e borxhit dhe me ndërtimin e qasjes së re bazuar në një vizion që mishëron edhe arsyeën e të qenit të kësaj shumice qeverisëse, është dashur një punë e madhe e disa njerëzve të pasionuar dhe të përkushtuar, të cilët dua t'i falenderoj edhe publikisht, përveç se drejt për drejt kur më është dhënë mundësia, dhe dua të veçoj sot zonës ministren Denadën, e cila ka pasur një rol përcaktues në këtë transformim dhe drejtoren e përgjithshme
Remelalën, e cila ka luajtur po ashtu një rol të rëndësishëm në të gjithë përpjekjen për të zbatuar ato që janë shkruar në letër. Por risia vendimtare e këtij procesi ka qenë shtrirja e shërbimeve në nivelin vendor dhe përfshirja e pushtetit vendor në mënyrë aktive, gjë që është në hapat e parë për hir të vërtetës, por që në hapat e parë na ka dhënë të gjitha arsyet për të besuar se kjo është rruga e drejtë. Edhe sigurisht në leadershipin e një kryetari bashkie me përvojë dhe me sukses të pamohueshëm, siç është ministri aktual i shtetit për pushtetin vendor, që për hir të vërtetës ka veshur kostumin e ministrit, po nuk është ndarë akoma nga xhubleta e kryetarit të bashkisë. Kam shumë besim se do të krijohet një sinergji e domosdoshme me kryetarit e bashkive për ta çuar këtë proces përpara. Dhe çuarja e këtij procesi përpara nuk kupton që të shkojmë përtej volumit dhe përtej shifrave që janë jashtëzakonisht inkurajuese. Sepse që sot Shqipëria të kujdeset në mënyrë të posaçme për 65.000 individ është diçka shumë domethënëse. Dhe nuk janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem financimi, por janë 65.000 individ të cilët i prek një sistem i organizuar institucionesh, pika shërbimi, kujdestarësh dhe kështu me radhë. Ama me ana tjetër, bazuar edhe në mënyrën se si funksionon ende për fatmirë shoqëria shqiptare, që nuk është akoma e tërësisht e perëndimorizuar në pikën që njeriu nuk i thot mirëmëngjes njeriut, edhe pse mund të jetojnë ballë për ballë. Është e rëndësishme që me bashkitë të shtyjmë shumë më tepër përfshirjen e familjeve në këtë sistem për kujdesje sociale. Shembulli që u paraqit këtu ishte shumë prekës, shumë motivues dhe nxitës për të kërkuar më shumë familje të cilat janë gatshme të marrin pjesë në këtë përpjekje sociale dhe të kujdesen për fëmijë që kanë nevojë jo thjesht për një streh, por për një streh në të cilën ka një ngrohtësi familjare. Dhe këtu duhen gjetur mekanizmat e financimit bashkarisht me pushtetin vendor, por në këtë pikë pushteti vendor është kyç dhe kryetarët e bashkive janë absolutisht aktorët kryesor për të arritur që të përcjellin sensin e kësaj qasje dhe për të arritur që të bëjnë punën e nevojshme bindse për familjet cilat mund të bashkohen në këtë qasje dhe të cilave duhet t'ju dedikojmë një fond të veçantë. Thënë të gjitha këto, dua të shtoj se buxheti është gjithmonë më domethënës, sigurisht. Është rritur, siç e tha ministra, 6 herë nga momenti kur ne kemi nisur këtë përpjekje, është 17% më i lartë këtë vit se sa vitin e shkuar, por buxheti nuk është e gjitha dhe nuk i thot dhe as i zgjidh dot të gjitha. Kështu që për këtë arsye na duhet që këtë proces decentralizimi ta thellojmë, ta bëjmë më të konsoliduar dhe në ndërkohë të rrisim patjetër edhe cilësinë e jetës nën strehët e kujdesit shoqëror. Ne kemi nisur një proces në Tiranë me transformimin e kushteve për
jetimoren e famshme, shtëpinë e përkujdesjes për fëmijët Zubera Dhudin në një fshat të përkujdesjes brenda qytetit natyrisht. Dhe me këtë frym është mirë që të shohim me bashkit edhe të tjera mundësi për të krijuar hapësira komunitare të rëndësishme nga pamja e kushteve dhe cilësisë. Dhe në mbyllje dua të falenderoj sigurisht jo se kërkon protokolli, sepse në pikën kur duhen falenderuar ambasadorët, vjen ajo kënaqësia ime për ta thyer protokollin dhe përgjithsisht mbase kemi vënë re që i kam shumë të kursyera falënderimet për ambasadorët, se në fakt ata bëjnë detyrën dhe duket sikur bëjnë një sakrificë që janë me ne, por për te protokollit dua të falenderoj shumë sinqerisht ambasadorin e delegacionit Bashkimit Evropian, sepse e gjithë kjo që ka ndodhur e tha Denada. Denada është në skuadrën tonë negociatore. Nuk do ndodhte pa mbështetjen e Komisionit Evropian. Është një vizion bazuar në një strategji të cilën e përgëzoi edhe përfaqësuesi i UNICEF-it, i cili vjen nga një vend si Turqia, ku ka një eksperiencë të madhe në qasjen ndaj problematikës së kategorive në nevojë dhe ku ka një përpjekje të vazhdueshme për të gjendur pranë njerëzve në nevojë, kur tha që Shqipëria ka një strategji në këtë sektor që është e dalluar në të gjithë rajonin. Dhe nëse kjo është e vërtet, që është e vërtet, është sepse na ka ndihmuar shumë ndërveprimi me Komisionin Evropian dhe na ka ndihmuar shumë procesi i negociatave për antarësim. Ky është një rast tipik konkret për të kuptuar rëndësinë e negociatave të antarësimit, jo thjesht si provime që duhen kaluar për të arritur më në fund të ulemi në tryezën e Bashkimit Evropian, por si momente që përcaktojnë rritjen e nivelit të cilësisë në çdo sektor ku ato momente prekin këtë ndërveprim me Bashkimin Evropian. Dhe sigurisht që Bashkimi Evropian është mekanizmi më i sofistikuar i mbështetjes dhe i mirëqenies sociale. Bashkimi Evropian zotron rrjetin më të avancuar të mbështetjes nga shteti, nga sektori publik i familjeve, i individëve, i kategorive shoqërore që janë më vulnerabël. Dhe mësimet e marra në këtë proces janë përkthyer në një rezultat këtu. Prandaj shumë faleminderit Silvio për gjithë mbështetjen. Më vjen keq që gabove duke menduar që ishte i fundit, se pas teje pati më të rëndësishëm se ty si ministri i pushtetit vendor, si drejtuesi i UNICEF-it, e pastaj merri radhë mua, kështu që unë nxitove kur the që kur na peçi nga lart poshtë. Në fakt, tani ti je poshtë, unë jam lart, siç je shef. Ndërkohë dua të falenderoj edhe përfaqësuesin e UNICEF-it. Realisht kemi nevojë për këtë bashkëpunim. Nëse Bashkimi Evropian i ka të dyja, ka edhe lekët, ka edhe mendjen. UNICEF-i nuk ka lek, po ka mendjen, ka dhe zemër. Kështu që kinezët thonë një mendje, hiç mendje, dy mendje, një mendje, tre mendje, dy mendje. Kështu që bashkimi i mendjeve tuaja bën një mendje për ne, edhe mendja jone, dhe pastaj zemrën e kemi vetë ne, të tjerë turk, ndërkohë që këta
Këta kanë edhe lekët që i kanë ato s'kemi që bëjmë. Shumë faleminderit gjithëve. Faleminderit Kryeministër. Më lejoni të them vetëm një fjalë. Në fakt, ne kemi kaluar me një vizion shumë të lartë, shumë të qartë, me standarde, atë që ju na e keni imponuar, nga mbrojtja sociale në mirëqenie sociale. Dhe kjo ka të bëjë shumë. Kjo ka të bëjë shumë për çdo qytetar që e ndjen dorën dhe nevojën në momentin në të cilin atij duhet më shumë. Shumë faleminderit. Mbyllim sesionin dhe kalojmë në një pushim kafe, më pas vijojmë me sesionin e dytë. Faleminderit.